që ka qenë reagimi yt nga ekrani kur lexove letrën e Indrit dhe ai do ndahej nga ty? Ishin gjëra të thëna në atë letër që organizim nga produksioni apo nga vet Indri? A është ai real në raport me Klevisën? What the fuck? Hey, të bukur! Mirë se keni ardhur sërish në What the Fuck Show. Po sa të bukur më jeni bërë, Vera tani. Ço që keni marrë veten ju, ë? Se unë të marrë kam pasur. E thën nga ty, nuk vlen vare. Faleminderit koleg, shumë pozitiv jeni bërë kohë të fundit. Nisim emisionin kështu me komplimenta për Po njëri vjen Vera shpirt, çfarë do merremi akoma? me drama, me gjëra. Ka akoma drama për të marrë fatos. Ka drama në showbiz, Ka drama po dhe si ishin Ferma Vip. ndaro njerëz. Ata me? Po nuk janë Brikena me ndarme, jo. Mateo. Se di. Është gjitha një PR Unë sipas mendoj, mendimit po, tim. edhe unë mendoj që e kanë bërë thjesht për PR. Ata kanë një projekt të bashku, është e vdekur. Një projekt që quhet Top Arena. Ndoshta Top Arena. Ndërkohë un kam bërë një sondazh në faqen tonë të Instagramit në What the Fuck Show, ku kemi marrë dhe rezultatet. Atëherë, shumica e njerëzve kanë menduar se 74% janë për vëmendje dhe 26% janë ndarë me vërtet. E shikon që dhe publiku është me ne? Pra, nuhate gjëja, nuk mundet një çift që kanë qenë me fotoprofilin njëjt, me Mateo e ka video. dhënë. Aman pa i zotin, a kanë qenë ndonjëherë bashkë shpyer. Jemi lodhur me këtë unfollow gjatë gjithë kohës. Edhe nuk është Jo, e kanë habitshme. qenë bo, mos më ndërpris një ëndra. Dhe nuk është kanë as e qenë bashkë, habitshme, jo realisht nuk është më e habitshme që lidhen për famë, ndahen bën unfollow për një klikim, prezantojnë një projekt dhe ndahen për O fare. misi, unë në hallin kryesore kam te Bana o shpirt. O ty të ngeli të Bana që do e mbylli më 15 qershor dhe njerëzit ende nuk e kanë parë. Pas pak, Vanessa Sono flet për herë të parë pas ndarjes nga Indri, sepse What the Fuck Show ka gjithmonë ekskluzive. Por deri atëherë mos harroni të bëni subscribe këtu poshtë. E kupton, unë dhe misi dolëm në Njerëzit ende po presin fermën të nisi. Zemra kemi dalë në Vox Pop, pedonale. po. O, çka keni Në bërë? Tiranës, o ka aty njerëz o s'ka në Tiranë edhe prap asku nuk e ndjek njëri. Nuk e kam pa kur tjetri. Por, Qa është kjo thoshë? kapëm një ekskluzive, një mikesh të Moza Ahmetit. Ja, Dhe- shqiptare dhe kjo? Po, Rrëfet. dhe ka folur për herë të parë për marrëdhëniet e Mozës. E vërtet. Sa Si kurioz do Moza jam. Meshku. Ndiqeni dhe rikthehemi në studio me të ftuarën që të gjithë po e prisnin. Ja ku jemi në terren, unë Fatosulo. dhe unë Artemis Senja për të pyetur çfarë po ndodh me fermën. A e ndjekin ajo? Mbi të gjitha kjo dhe Indri Vanessa, drama e Ka të shekullit. drejtë, shkojmë si. Një vajzë la të dashurin e vet prej shumë kohësh për të lidhur me një djalë aty brenda. Më pas kjo doli, ai djali u lidh me një gocë tjetër Dhe e la këtë. Çfarë mendon? Qëta në histori plot janë të moshme histori njerëzore, po që më intereson histori të tjerëve. Ke bërë ndonjëherë kështu gjëra ti vet? Mosha jonë i ka bërë në kohën tonë, po jo kaq publike, jo kështu. I bëni të shehura si juve. Tani është publike. A e ndiqni Mozën, a ju pëlqen Moza? Jo, se ndjek fare. A e E ndiqni? keni ndjekur fermën VIP? Unë ja. Dhe shikoj. Moza të pëlqen? Indri dhe Vanessa, çfarë mendon? Kush e ka fajin nga të dy? Jo, mos më. Indri e ka fajin? Po Vanessa të pëlqen, mendon që veproj drejt? E shikoj shumë pak, e shikoj njerë në kaq kohë. Për fermën VIP donim t'ju pyesnim për Mozën, a ju pëlqen? Po, Po për Vanessa dhe Indrin? s'para, nuk e di kështu. Po Ai- mosën e njoh. Do me thonë, Vanessa la të dashurin e saj për i shumë vitësh për t'u lidhur me Indrin dhe Indri më pas e la Vanessën për një vajzë tjetër. E po kështu është kjo, jeta kështu i ka. Karma thua ti, ja ktheu? Universi. A e fiton Moza këtë edicion? Shpresoj. Donim t'ju pyesnim për Mozën, a ju pëlqen Moza Ahmeti? Moza fantastike. Po Indri dhe Vanessa. Kush e ka fajin mes të dyve? A, për zotin e din vetë ata dy. Ne si jemi për atë. Po Vanessa e la të dashurin njash për mori Indrin? tjetri. Po, tani Indri e Tani la. e drodhi prap. A është Like. A është aktor Indri? Në jetën reale, përveç se në profesion. Nuk e njofim. Në Po rrjetë po reale, aktron se pra, s'ka a e jetuar. do Vanessën, a e don të vërtet apo Po me bëri lojë? sa duket ai nuk e do.
Po Hidhme një Vanessa? nga një, ajo si duket do ta shumë shpejt. I fundit kush është fitues? Nuk e dim, ato e dim vetë se Apo i e bën di bana ato, i produksioni, bën I bana. di produksioni. Moza është speciale. Qa ka speciale? Ë? Çfarë ka? Inteligjencën. A mendon që e fiton? Moza është më e mira e botës. Kaq. Moza Ahmeti si ju duket? Moza është njerëz. Si të duket? Pa zgjuar, nuk të fal. Nuk të falë, Po e shkela kamën. E keni ndjekur në rreth parë? E ndjek çupajime dhe e do shumë Mozën. Unë e njoh personalisht dhe Vërtet? nuk çuditem që është. si është Moza në jetën reale? Ashtu si flet atje njësoj. Nuk ndryshon fare. Fare, ajo sado që ta gërricish Moz del. E fiton Moza këtë vit, këtë edicion të fermës? Nuk më intereson. Ajo është top. Si edhe e njeh në personale dhe nuk të intereson? Po si asaj Jeni zën? Jo, si mi zën, pastaj si kanë interesu kur lekët. Më ka çudit. E vërtet, sepse ajo dha një deklaratë të fundit ku tha jam dashuruar gjithmonë me burra që kanë qenë trok, pa kokër lekun në xhep. Nuk e di. Po Ti për- që nge shumë e bukur. Faleminderit. Ika tash se Se kam unë jam i bukur. Jo. Unë dua çunat më shumë. Po vajzat i vlerësoj. Faleminderit. Na e ndiqni fermën vit? Fare? Po bigun e ndoqët këtë vit? Ka rënë audienca, kur them unë, s'të besoni ju. E ke ndjek Mozën? Keq vjet, po nga lera avje. Shnet. Ajo la të dashurin ky la këtë. Një me pika në rrugë. I ka ndruar, po. U ndrun gjithë me njëri tjetrin. Në rrugë. Se nuk i përqeve e tjetër, i përqeve tjetër. Qa ke për të thënë ti për këtë? Mirë bëri Indri? Nuk i jam fara. Imagjino aq rëndër sa duhet t'i shpjegojmë në historisë ç'a ndodhi, që të marrim në koment. Se jam fara. Po bigun e ndoqët bigun këtë vit ju. Se biko. Big Brotherin. Asgjë. Ju jeni vetëm domino dhe jetë. Si du më thonë? Për qa du më? Unë Big Brother. Big Bravo, ti, s'ke kem Big Bravo ti? Pse? Më ke pa? Jo, më s'ke pa. Atje sondoj Selina. Bravo, këtu më pëlqeve. Big, 3-4 muaj ty, si i përbëlloj ato aty mrena. Po pra. Bravo. Bravo i Është qoftë. emision tjetër. I heqim kapelen. Ai kapelin ai. Hiqa Është emision kapelen. tjetër. Hiqa kapelen. Tak, kapelin. Bravo. E shikon Kostan që bëre mirë që s'terë. E shikon që njerëzit se kanë momendin të ferma. Po më Nuk e ndjek. ndoshta ka qenë ju të dy prandaj. Jo, Disha unë do të mendoj që ndryshonte. i kanë rënë një çik numrat ferma. Prandaj ndoshta edhe po I ka duhet rënë para kohë. numrat. Po po. sepse kanë nxjerr personazhet më interesant. Ndoshta edhe kjo. Një prej tyre do e kemi sot të ftuar në What the Show. Dhe në fakt ju keni ditë që po e kërkoni, po kërkoni ndonjë shpjegim nga ajo, po kërkoni një fjalë të saj, dhe ajo ka ardhur sot ekskluzivisht në What the Show. Vanessa Sono! Vanessa! Vanessa. Gjej, faleminderit për ftesën. Je shumë e bukur dhe e qeshur dhe më vjen mirë që nuk e ke humbur këtë edhe pas eksperiencës në ferma VIP. Përveç se bukur dhe i qeshur je dhe personazhi më i momentit, ëh, personazhi më Tani do të pse na zgjodhe ne. Dhe jo, emisionin tjetër. Mos më lat rahat, hajde. Ja, çam telefon. Vërtet. Po jemi të mirë, jemi. Meqense se the. Bukur, po të mirë të bukur shumë. Ne do e nisim të flasim pak për muzikë sepse përposhtë të gjithave ti je një këngëtare, një artiste e re që po depërton në tregun e muzikës shqiptare. Duam të dim kur nisi pasioni yt për muzikën. Ka nisur shumë herët, normalisht unë që e vogël kisha qefsi të gjithë fëmijët që të këndojnë, të Edhe unë kisha apo s'përfundova. Do se ti nuk ishe kur zë fatos. Vanessa ka super. Kjo vlen dhe për ty, Kostian, vazhdoj me Vanessën. Pastaj në mënyrë më profesionale, kur kam qenë 13 vjeç tek Gjeniu i vogël, kam fituar edicionin e 6 edhe më tej normalisht jam marrë më me karrierën si solo. Fatos e përmendi pak më përpara që ti je një këngëtare e re le të themi në këtë tregun komercial, po pavarësisht se ti e ke nisur dhe je fituese e Gjeniut. A është e vështirë të depërtosh, pra, nëse je një muzikant i ri, je një këngëtar i ri, a është e vështirë të depërtosh në tregun shqiptar? Normal që po është jashtëzakonisht shumë e vështirë, përpos faktit që janë të gjitha ato gjërat teknike, duhet të përballesh me shumë sfida. Edhe ky është edhe momenti që shumë artistë bëjnë hapa pas stepen, sepse jo gjithmonë është e thjesht, mund të kesh talentin, mirë po vjen një moment që të mbaron vullneti,
shumë gjëra në industri që normalisht do ketë padrejtësira gjithmonë. Patjetër. Janë një sër arsyesh. Sidomos bryla që siç ta fatosi nga artistët big. Ke kërkuar të bashkëpunosh ndonjëherë me ndonjë artist shumë të famshëm që dhe ai të jap një dorë të deportosh në këtë treg kaq të vështirë? Po, kam kërkuar bashkëpunime, disa ka ndodhur, disa të tjera jo, është shumë okej, do vinë në një moment, kur të jetë momenti i duhur, se nuk mundesh edhe gjërat ti sforcosh. Unë e besoj që çdo gjë vjen në momentin e vet. Por refuzimi ka qenë për shkak se s'kam pëlqyer projektin apo thjesht është kjo ideja që i duket vetja diva, big edhe nuk i japin dorë një artisti të ri. Po mund të ketë edhe nga ata, siç do ketë gjithmonë, po në fund të ditës industria e muzikës është biznes. Edhe ka shumë njerëz që e shohin edhe nga ana e biznesit, nuk është diçka që mua më prek ose më lëndon sepse unë e vazhdoj si me bashkëpunime, si pa bashkëpunime. Kur të vi momenti është shumë okay. Është shumë e mirë pritur. Patjetër, po kush kanë qenë këta artistë që ndoshta që të kanë refuzuar dhe pse? E keni refuzuar. Po, shiko se gjithsecili ka dhe agjendën e vet. Artistat që janë më të mëdhenj kanë edhe një menaxhment nga pas që ua bën atë programin e vet gati, programin e verës, programin e dimrit me balada dhe normalisht nuk mundet të dalin totalisht nga ato pritshmëritë e tyre. Ndaj them që nuk është diçka që më prek, çdo gjë vjen në momentin e vet. Edhe për momentin ndoshta është më mirë unë të lancoj muzikë si Vanessa. Vanessa, meqense jemi te muzika, do kalojmë te loja e parë. Unë do të jap 3 situata dhe ti të duhet të këndosh një këngë për secilën nga këto situata. Pra është një lojë improvizim. Improvisation. Si, këngë kështu që ekzistojnë, jo? Po, çfarë të duash ti? Si do të ndihen në atë moment? Atëherë, situata e parë, je në dush dhe papritur të ikin drita dhe ujë bashk. Mua po më vjen vetëm një për momentin, nuk e di pse. Staying alive. No sense. Shoqja e ngushtë është kthyer me eksin toksik për të 100-ën herë. Dhe ta thot ty lajmin. Qa do i thoj atij asaj se ta ka sjell shpirtin më të hundës? Mua po më vjen vetja në mend tani. Qa do të këndoni? shoqja? Më pritet, po më vjen Killing me softly with his song. Mua vetëm balada më vjen. Vetëm balada, ajo është gjendja momentale. Dhe situata e fundit, je në plazh, do të hysh në det për t'u lar, por rëra po të djeg shumë. Nga këmbët. Nisi është rushëm, si mund ta di. Kjo Kjo kënga shumë e bukur, edhe është bërë shumë virale në TikTok. Gjithsesi, ne kemi shumë lojra. Por kjo është loja me preferuar, mbaroj fare për këtë lojën, është loja me personazhe. Unë do t'i jap disa situata, edhe ti do më zgjedhësh me kënga personazhe do t'i zhvilloje këtë situata, por janë personazhe të cilët ti ke ndarë eksperiencën tënde në ferm. Okej? Atëherë. Kë do ftoje për të dalë për jetë nate? Mozën, Olën apo Soni Malaj? Vetëm një duhet të zgjedh? Po, një. E di unë të treja apo një? Olën. Olën. Je shumë e mërzitur. Kë do telefonoje për t'i qarë hallin? Adioni, Jonidën apo Romirin? Jonidën. Me kë do shkoje me pushime këtë verë? Malborën, Zhakun apo Vispupën? Visin. Visin ka latë pushime, duket. Me kë do doje të bëj një këngë? Me Akilin, me Jonidën apo me Sonin? Me Jonidën. Keni diskutuar për të pasur bashkëpunim? A jeni takuar pas fermës? Po, jemi takuar shumë. Çfarë të ka thënë Jonida? Jemi takuar në mënyrë miqësore, normalisht e kemi dhe një këngë me Kubën edhe me Jonidën, që ajo do punohet. Këngë verore, kështu hit vere apo balad? Nuk do flas. Aq, e marrë. Dhe në këtë këngën që ti do bësh, kë do doje të merri aktor në klip? Visin, Romirin apo Indrin? Aktor. Po. Indrin. Okej. Kemi më situata? Jo, s'kemi. Pse Indrin? Tani, kjo ishte pyetja, s'ishte aty skaleta jo. Ne pas më pyetën në tjetër. Nëse aktori mirë është. Trofeun e fiton për aktor të mirë. Unë kam rezervat e mia. Do ta shoh më shumë, gjithsesi. Nëse loja e radhës ka të bëjë me një buton të kuq që quhet buzzer, i cili është aty. Të ndihmoj. O zot, juve me këto lojra. Tani do bëjmë cirk. Tani unë do t'jap disa situata.
Dhe loja vjen pak e ndryshuar këtë puntat, sepse do të them 3 gjëra dhe ti duhet të shtypësh pulsantin dhe ti thuash gjërat e para që të vinë në mendje. Okej. Okej? Kështu që Hajde. mos kurse asgjë, gjën e parë në mendje. 3 gjëra që bën kur je vetëm në shtëpi. Shtype mirë që të bëj. U flishëm. Kohët e fundit, rin telefon, bëj muzikë. Okej. Kush është personi i fundit që ke shkruar në WhatsApp? Ta shoh se se mbaj mend. Shiha. Prit. Sa e sinqert kjo vaj. Nuk e mbaj mend. Të gënjejmë por. Menaxheri, Ariani. Vazdojmë 3 pjesët e trupit që të pëlqejnë më shumë tek një djalë. Syt, buzët, shpatullat. Okej. 3 gjëra që mund të mbulohen me çokoladë. Feta e bukës. Lule shtrydhja, buzët. Okej. 3 emra artistës shqiptar që janë hot sipas teja. Hot in në moment. Sexy, good looking. Përveç me edhe Fatosi, 3 të tjerë se ne dim. Po, ju jeni dhe një duhet. Po. Po na thuaj një emër që të pëlqen ty fizikisht. Ledri, s'po më vjen asnjëri tjetër në mendje. Dëgjoj, kam qenë shumë e fokusuar te një personun. Si kam pas vërtet. Vazhdoj me pyetjen e radhës. 3 arsye Vanessa pse nuk do hyje në Big Brother VIP Albania. Atëherë, e para është një format, mendoj, me një presion shumë herë më të madh se ai i Fermës. E dyta, të mos qenit në natyrë nuk do ta përballoja dot, sepse ajo të jep goxha ajër, edhe në kushte izolimi. Edhe treta, unë e kam kaluar një eksperiencë, do ta bëja prap. Ka ardhur ftesa më përpara për Big Brother apo Ferma ishte vetëm reality show? Nëse të vjen sezonin e ardhshëm, do e pranoje? Jo. Okej. Thuaj një epitet për secilin nga opinionistët e Fermës. Ermal Mamaçi. Funny. Armina Mevlani. E sinqert. The Angel, Shkira. E fort. Okej. 3 personazhe Vanessa që nuk do kesh asnjë kontakt pas Fermës. Këto e them. Lista! Unë dhja do ketë vënd lista. Henry, mba numrin 1. Po. Nuk do të kem me Zhakun. Nuk besoj që do të kem kontakt me Indrin. Okej. Vanessa, ne bëm qef deri tani me Lojra, po tani do kalojmë në një pjesë pak më serioze të bisedës, do shtrojmë gjëra gjatë. Sepse publiku në fakt kërkon disa sqarime për situata të cilat ti kalove përgjatë dhe pas Fermës VIP. Si do ta cilësoje eksperiencën tënde në atë format? Ishte një eksperiencë për mua shumë e bukur. Normal që ka pas uljet edhe ngritjet e veta, njësoj si çdo eksperiencë tjetër. Unë e kam shijuar, sidomos kur je person që jepesh edhe je sinqert, nuk ka asnjë arsye që në përfundim të kthesh kokën pas edhe të pendohesh për diçka. Unë jam shumë e qetë me veten time dhe jam shumë e lumtur me çdo gjë që kam ndodhur. Përpara se ti të hyje në Ferma, mendoje që do ktheheshe një personazh kaq të përfolur në kaq pak kohë? Jo. Se kam menduar, ashtu siç nuk kam menduar që do të kisha një qëndrim aq të gjatë. Që është e vërteta, unë hyra me idenë që do të isha shumë pak kohë, 2-3 javë maksimumi, dhe çdo situatë që më ka ardhur ndaj dhe ka pasur te unë një ndikim të madh, përpos faktit që unë jam person emotiv, nuk isha bërë një parapërgatitje në hyrje, njësoj si personazhet e tjerë që e kishim planifikuar që ne do të rrim 100 ditë brenda në shtëpi dhe po i marrim parasysh 1, 2, 3, 4 skenare. Pra ti nuk ishe një strategji më përpara të ndërtuar. Vanessa, në momentin që ti hyre në Ferm, ti kishe një lidhje jashtë. A ishte aktualisht ish partneri yt mbështetës për hyrjen tënde në Ferm apo ishte skeptik? Ne ishim përpara hyrjes time në një moment që ishte delikat. Nuk do ta thoja delikat, do thoja që ishte një shkëputje. Ne kemi pas një shkëputje, ka qenë një marrëdhënie e komplikuar me shumë probleme. Ju sa kohë ishit bashkë? Ferma pak më tepër se një vit. Por nuk ishte pak më tepër se një vit i qëndrueshëm. Pra kishte ndarje dhe ribashkime. Po.
Kjo ishte diçka që unë dhe e kuptoj dhe konfuzionin e njerëzve. Në hyrjen time në fermë nuk u futa në detaje, sepse isha me idenë që kozgjatja ime do t'ishte shumë pak, nuk doja që të krijoja situata kështu për revistat pink duke i hyrë në detaje, por mënyra se si gjërat rodhen, normalisht më duhet edhe tani mbas eksperiencës jap disa sqarime për njerëzit që me sa shoh janë konfuz, edhe me të drejtë sepse unë nuk e bëra sqarimin ashtu edhe siç duhej në disa momente. Po pse zgjodhe që fundin lidhjes t'ja jepje pikërisht përgjatë asaj eksperience nga televizioni dhe jo po themi drejt për përballë? Sepse nëse do ta jepja drejt për përballë, do të më duhej të lija fermën. Ishte i vetmi opsion, ose do të lija fermën do të ta bëja ballë për ballë, ose do të vazhdoja rrugtimin tim në fermë, edhe do të ishte në atë lloj mënyre. Por ishte diçka që duhej të kishte përfunduar kohë më parë. Pra pa hyrë ti në fermë. Po, duhej të ishte ndarë. A je penduar Vanessa tani që kthen kohën pas? Jo, nuk jam penduar. Pra nëse do riktheshe do bëje sërish të njëjtën gjë, do ndaheshe. Nëse do të mundesha të ndryshoja një gjë, do të ishte që do të kisha dashur marrëdhënien ta ndërprisja në muajin e parë të dytë të fillimit të saj, nuk do të kisha pritur aq gjatë. Por në mënyrën se si erdhi rodhi e gjithë gjëja, ishte i vetmi opsion aty brenda. Nuk është i bukur, edhe nuk ja uroj askujt sepse realisht për çdo njeri do kishte një peshë emocionale shumë të madhe, aq më tepër për një vajzë. Dhe sidomos kur është shumë e vështirë të japësh detaje, tu tregosh njerëzve, sepse do thoshin ja po e justifikon veten e vet, njësoj siç edhe ndodhi më vonë kur dikush bëri pyetje dhe unë ju përgjigja dhe prap duke i si justifikim. Ndaj, gjatë gjithë kohës mundohesha që t'i thoja gjërat sa më përciptazi, sa më pak, por shoh që kjo kishte krijuar një lloj konfuzioni. A ke pasur mundësi të komunikosh me të pas daljes tënde nga ferma? Gjithçka që unë mund të them është që është diçka e mbyllur. Është diçka e mbyllur edhe ishte e mbyllur nga të dyja anët shumë kohë më përpara. E mbyllur si miq apo si armiq? Jo, thjesht është diçka e përfunduar tani. Si prej anës sime, si prej anës së tij, ishte diçka që ishte përfunduar kohë më përpara, pavarësisht se nuk ishte e vendosur. Nga ana ishte diçka, një teknikalitet që nuk ishte i bukur, nuk ishte i thjesht për mua dhe unë ato 2 javë e para kam qenë me të vërtet shumë në mëdyshje atë qëndroj, atë dal, si mundem ta menaxhoj të gjithë këtë situatë, por në kushte izolimi nuk mundesha të bëja diçka tjetër përposa asaj që bëra. Por përgjatë atyre kushteve të izolimit, nisi dhe një njohje e re jotja me Indrin, që duket se ti u involvove dhe u përfshive shumë në marrëdhënien me të. Si nisi e gjithë marrëdhënia me Indrin aty brenda? Pra çfarë ndjeje ti? Ka nisur që në ditët e para, që është e vërteta, aty në moment që bashkëjeton me dikë, kalon me të 18-19 orë dhe çdo gjë përshpejtohet. Nuk është një lloj si ti jesh jashtë dhe pi një kafe gjysore sot, mund të konsumosh një bisedë një orë ditën e nesërme. Ti bashkëjeton direkt. Po, je direkt e bashkëjetesa. Edhe unë e shifja nga ana e tij, normalisht nga ana ime, qëndronte gjëja, nuk mundeshim ta flisnim. Ka pasur flirtime, po thua në fillim. Jo, diçka aq e madhe më tepër se sa shikime. Edhe ndonjëherë syt flasin më shumë se sa fjalët, po gjua e trupit, shikimet. Dhe ndaj unë kisha nisur ta ndjeja një lloj presioni edhe përgjegjësie për veten time që i vendosja disa pika mbi i shumë herët pa shkuar gjëja në një tjetër pikë që mua nuk do të më kishte pëlqyer. Pa ndikoi pëlqimi për Indrin tek vendimi që ti more për t'u ndarë me ish partnerin? Jo, ishte një vendim që ne kishim kohë që diskutonim. Por, normalisht, pra nuk dua të them ishte Indri arsyeja, ishte një marrëdhënie komplikuar që duhet kishte mbaruar kohë më përpara, siç e thash. Po, në ato kushte, ashtu si rodhi situata. Vanessa, nga jashtë, nuk e di nëse e ke parë dhe komentet, por njerëzit, ti në sytë e njerëzit duke sikur ti po jepeshe më shumë në atë marrëdhënie. Sikur Indri kishte atë konfuzionin e madh, ti ndërkohë ishe më e qartë dhe ti bëre atë hapin e madh në ndarje. Ato duk sikur vërtet dhe ti po jepje më shumë në atë marrëdhënie? Shikoj, Indri unë e besoj që ka pas pëlqim. Siç e kam thënë edhe brenda, besoj që ka pasur ngërçin problemet e tij që nuk mundem as unë as njeri tjetër t'i kuptoj përderisa nuk e dim historinë e tij personale.
Unë jam njeri që jepem 100%, njësoj siç edhe në shoqëri me njerëz që kam pasur brenda jam dhënë 100% dhe nuk mund të dal nga kornizat e vetesime. Dhe unë mendoj që çdo person pastaj përgjigjet për çfarë ndjen vet. Unë mund të përgjigjem për ndjesitë e mia që po isha e dhënë, nuk e kam fare kompleks ta pranoj këtë gjë, sepse nuk mendoj që është diçka jo e keqe. Mendoj që është diçka e bukur dhe tregon dashuria në fund të po, është diçka e bukur për tu parë dhe më bëhet shefi që prej daljes sime askush nuk më ka pyetur pse ke ofenduar këtë person, pse ke fyer këtë person, më është pyetur për dashurinë. Se desh atë person. Dhe nuk është diçka, nuk e di arrini do të ta kuptoni faktin që mua nuk kam asnjë lloj pengu. Pendese. As peng, as pendim, asnjë gjë. Vanessa, por dukej sikur pra Indri herë ishte shumë i afërt, herë largohej tërhiqej nga marrëdhënia që ai kishte me ty. Dhe jashtë është aluduar dhe përgjatë qëndrimit tënd brenda shtëpisë që Indri mund të ketë pasur një marrëdhënie jashtë, qoftë pezull, qoftë duke vazhduar. Ti duke e gjykuar më ftohtë tani nga jashtë, a mendon se qëndron kjo gjë? Nuk dua të përgjigjem për diçka të tillë sepse nuk e kemi diskutuar ndonjëherë brenda në fermë dhe nuk dua as ta aludoj për gjëra të tilla se normalisht njerëzit do flasin, siç kanë folur dhe për mua shumë gjëra. Unë di të përgjigjem për eksperiencën që kemi pas brenda, çfarë un kam ndier. Normalisht kur je në kushte izolimi dhe je duke jetuar brenda historinë, ke e shef me një tjetër sy, nga jashtë e sheh pak më ftohtë. Unë kam pasur në fermë një nga sfidat që na është dhënë për të bërë një podcast. Dhe podcastin unë e kam bërë me Sarën, dhe Sara më ka drejtuar pyetjen që ishte çfarë do të bëje ti nëse Indri dhe një herë stepej prej teje, largohej. Dhe përgjigjja që unë i kam dhënë ishte që nuk do e përjetoja, mirë, normalisht, ashtu si çdo person nuk do ta përjetonte mirë, por do ta respektoja. Kështu që vendimin që ai ka marrë, unë e respektoj, arsyet e tij i di ai, nuk është e bukur normalisht, nuk është diçka që askush nuk do të ndiej mirë, por është vendimi i tij dhe it's okay. Në letrën që ai tha, citoj që nuk e kishte ndier shumë mungesën tënde. Pas daljes tënde nga ferma, ti nga ana jote, si e ke përjetuar mospasurit Indrin atë përditshmërinë tënde? Dalja nga ferma, sidomos mbas asaj periudhe shumë intense, nuk ka qenë e lehtë, pikë së pari sepse ti mësohesh me ambientin, arrin pika që mësohesh me kamerat, të duken si diçka familiar, edhe me njerëzit që ke pranë, të duhet dhe një herë të rimësohesh me njerëzit e tu, është shumë e çuditshme, po fillon të gjesh veten më shumë të ata njerëz që i ke pas brenda 50 ditë se sa të tjerë, mirë apo keq. Nis jeta nga e para dhe një herë. Po, kështu që ka qenë ditët e para normalisht të vështira nga ajo pjesë, të pasurit dhe njerë telefon, televizor, të duket gjithçka shumë herë me vrullshme jashtë, se sa aty brenda që nuk e as edhe një lloj shpërqendrimi dhe ulesh dhe shef një person në sy dhe konsumon biseda shumë të gjata, shumë intime. Kjo është dhe arsyeja se përse kam parë njerëz që kanë vendosur në mëdyshje dhe shoqërinë time me njerëz brenda, po normalisht shoqëria kur ti je në ato kushte zhvillohet shumë herë më shpejt. Vanessa, atë natë ne kemi qenë gjithë duke parë fermën dhe duke pritur se cila do ishte përmbajtja e letrës. Besoj se dhe ti ke qenë duke e parë. Si ka qenë reagimi yt nga ekrani kur lexove letrën e Indrit dhe ai do ndahej nga ty? Si ka qenë reagimi atë natë? Unë e dija përmbajtjen e letrës, ndaj nuk më erdhi si shok. Nuk ishte nuk më pëlqeu, normalisht që nuk më pëlqeu. Ishin gjëra të thëna në atë letër që nuk e di sa prej tyre ishin me vend. Po kur thua e dije përmbajtje, nga e dije përmbajtje? Nga e morë vera të njofton më përpara. Apo e nuhate thjesht dhe e more me mend se si do shkonte situata. Duke parë dhe pëlqimin për Klevisën. Ajo që unë kam thënë në statusin tim, unë e kam bërë shumë përciptazi, por që ta shpjegoj pak më në detaje, unë jam thirrur ditën e enjte për të qenë pjesë e programit të premten. Po. Por jo për Indrin, jam thirrur për të pasur një ballafaqim me të dyja gocat që i kam përmendur. Po, siç ka thënë dhe Arbana. Po.
gjë që unë e kam refuzuar, pasi unë mendoj që në momentin që del nga një format i tillë nuk është më e nevojshme të rihysh Të njëjtave diskutime, Ose të nuk cilat i ke lënë konkurrente, pas. nuk jemi Nuk është e konkurrente. nevojshme, nuk kam asnjë farë problemi me asnjërin nga gocat, kështu që unë nuk kisha arsye për ta bërë diçka të tillë. Më vonë më shtën për ekzistencën e letrës. Pra unë e marr vesh ekzistencën e letrës ditën e premte, mbasi unë E thash refuzove përfundimisht ftesën. po nuk vi sepse nuk e shikoja si diçka me vend ose që mua do më sillte një lloj sqarimi ose të paktën nga ana personale një lloj sqarimi, nuk isha pse. Nuk kam shkuar ditën e premte, normalisht sepse edhe një herë s'kisha arsye pse dhe nuk e ndjeja. Po. Dhe ditën e hënë vendosa të mos shkoja sepse disa hije të mia të dyshimit u vërtetuan. Cilat ishin ato hije? Fakti që e para një herë e gjithë situata të shkruarit të një letre në një mënyrë të nxituar, mënyra se si gjëja po organizohej. Pra mua fillimisht më shtën t'i bëja një surprizë Indrit ditën e premte. Pra të kisha një ballafaqim me gocat dhe një surprizë për Indrin që unë do ta bëja me shumë dëshirë. Organizim nga produksioni apo nga vet Indri? Se ka një diferencë. Mua po më duket si kurth, me thënë të drejtën. Tani, se si njerëzit e perceptojnë vet, po unë si Vanessa e kam ndjerë si, një lloj gjëje jo të sinqertë. Dhe unë kam ecur me sinqeritet gjatë gjithë qëndrimit tim brenda në fermë dhe nuk doja që në momentin sidomos të dalje sime që unë më në fund po arrija të rigjeneroja veten time, të më vendoste dikush në një lloj situate që ndihej si kurth. Të gjendesha pak kështu si e papërgatitur, pra unë të shkoja për t'i bërë një surprizë për t'i dhënë forca për finale, për qëndrimin e tij dhe pas shumë pak minutave të më thoshte që ekziston kjo letër. E ka ditur për mbajtjen e letrës dhe ka bërë me qëllim. Kjo është dhe arsyeja se pse unë kam thënë që për ndjesive reale ushqehen disa lloj narrativash që mua nuk më pëlqenin dhe nuk do të kisha pasur dëshirë që të isha edhe një herë pjesë e atyre narrativave, por kësaj here e ndërgjegjshme, sepse më përpara nuk kam qenë e ndërgjegjshme. Tani që jam e ndërgjegjshme, normalisht kam dhe një lloj përgjegjësie ndaj vetes sime, ndaj familjes sime, ndaj menaxhmentit që t'i hedh disa hapa në një mënyrë pak më të matur dhe pak më të ftohtë. Po në raport me Klevisën, më fal, sa e sheh Indrin të përfshirë? A është ai real në raport me Klevisën apo është prap ndoshta edhe duke luajtur ose duke shfrytzuar? Si mund të krijojë një njeri pëlqim në kaq të shkurtër, domethënë? Unë nuk dua ta komentoj sepse është një raport i tyre që unë nuk po e shoh. Edhe nuk kam se si mund të komentoj raportin ton, që siç e thash, unë besoj që ai ka pas një pëlqim, unë besoj që ai ka pas një ngërç, një lëmsh. Nuk e di se çfarë ku çedon. Historia kjo është diçka për të cilën ai duhet përgjigjet. Sipas Indri, gjatë eksperiencës së tij në fermën VIP? Pra ishte i vërtet apo aktor? Është diçka të cilën sërish unë di aq sa dini dhe ju. Do me thënë, siç ju e shihni nga jashtë, ashtu dhe unë po e shoh tani situatën nga jashtë. Di të them që kam parë një Indri aty brenda me mua dhe shoh një tjetër person tani që kam dalë jashtë. Ti the në lojën që ne po bënim që si model do merje Indrin si aktor në klip. A mendon që mund të takojeni pas fermës? Sepse ai e ka shprehur gjatë dëshirën. Për të sqaruar. Ndoshta do ketë një sqarim mes teje dhe Indrit jashtë fermës. Ai e dha sqarimin e vet, ajo letra. Dhe nuk e di se çfarë është më për t'u thënë. Nuk e shoh që ka ngelur diçka pa unë kam shprehur gjithçka timen për sa kohë kam qenë brenda. Dhe kjo është edhe arsyeja se pse në çdo raport njerëzor që un kam, çdo gjë që ndjej e them, sepse asnjëherë nuk i dihet rrethanave, situatave dhe nuk më ka ngelur asnjë gjë peng, diçka që unë kam lënë pa thënë ose një situatë që ne mund të kishim debatuar brenda dhe mua më duhet ta sqaroj jashtë, kështu që ai e dha sqarimin e vet, kështu që unë nuk shoh një arsye pse duhet të ketë një takim. Po nëse ai do të kërkonte falje ose do kërkonte një mundësi për të rikthyer me ty, si do veproje ti, pra për te kamerave, për te show-t? Një mundësi të dytë. Do ja jepje Indrit? Mundësia e dytë u dha.
brenda në ferm. Po thoni mund si të tretë. Të tretë. Kemi humbur numërimin, me thënë të drejtën. Pra, për ta krijuar atë çfarë nisët dhe siç mori atë çfarë nisët në ferm për ta vazhduar jashtë. Sado që ai ka këtë raport tani me Klevisën. Ai ka shprehur pëlqim për Klevisën, tani i bie të nuk dua të hyj në ndjesitë e njerëzve të tjerë, unë di të flas për veten time, ai e ka shprehur gjën e vet, ka shkruar atë letrën, ka shprehur pëlqimin për Klevisën, kështu që unë nuk shoh të hyj më në ekuacion. Nuk jam më pjesë e ekuacionit. Kemi parë ne, domethënë natën që ti dole, pam Indrin që qau dhe u prek shumë. Ne s'marrim vesh nga aktrimi aq shumë, po mua më duk pak falso ajo gjë. Dhe dikush që lëndohet supozimisht nga partneri i tij që po del jashtë fermës dhe mbas shumë pak ditësh shpreh pëlqimin për një vajzë tjetër e cila nuk e ka thënë është në lidhje jashtë, ka një situatë, ka një lidhje. Pra më zhdukur një aktrim dhe Romiri tha në fakt që deri në momentin kur Indri ka kërkuar për herë të parë të dalin nga ferma ka qenë i vërtet dhe tha që pas asaj pjese ai ka qenë aktor. Tani, çfarë ti the më motër? Unë tani ma bile një herë pyetje. Kush është pyetja? Është aktor apo real? Edhe kur ka aktruar, kur ka qenë i vërtet. Pra, se Romiri ndau në dy faza, para daljes tënde, dhe pas. Edhe pas daljes tënde. Unë ndaj në dy faza të tjera që ka dhe më përpara, një person që shifja gjatë qëndrimit tim aty dhe një anë tjetër të tij që unë nuk e kam njohur, gjatë qëndrimit të tij që po e shoh tani jashtë, me disa gjëra që po thot, me disa ndjesi. Unë edhe kur kam qenë brenda në ferm, jam munduar që t'i bëj disa pyetje, përgjigjet e të cilave fatkeqësisht po i marr tani që kam dalë. Ndaj po them, kishim një lloj raporti gjatë kohës që unë kam qenë brenda, e një tjetër lloj raporti tani që jam jashtë. Ata që janë ende brenda, mendoj që munden të bëjnë një analizë shumë herë më të mirë se ne që jemi jashtë, edhe pse është live 24 në 7, sepse thon shumë edhe sytë, edhe gjua e trupit, edhe në fund të ditës edhe frymarrjen ja mëson një personi kur është i irrituar, njësoj siç unë Romirin e kuptoj shumë mirë tashmë nga ekrani kur është me të vërtetë i irrituar, kur është i bezdisur, sepse e njeh një person. Po ajo që po them është po, ishte një person brenda e tjetër jashtë. Vanessa, ti përveç se për Indrin, u gjykove dhe për dashurinë e madhe që ti ke me vllajën tënd. Dhe ky sulm erdhi sidomos nga një fermer brenda aty dhe ti sërish ishte një moment që ti e përjetove shumë keq. Tani duke dalë dhe duke parë edhe se çfarë është thënë nëpër portale dhe jo vetëm aty. Si e ndjen ti tani? Shiko, unë e kam shprehur që vllajën e kam si fëmijën tim. Edhe kur je në kushte izolimi, edhe njëherë çdo sulm ty të vjen herë 50, sepse nuk mendon vetëm veten, edhe çfarë ndikimi kjo do të ketë tek imazhi yt, tek karriera jote, po mendon edhe familjen. Dhe meraku im i madh aty ka qenë mami, babi, vllai si po e përjetojnë këtë gjë. E kam sqaruar edhe më vonë që ishte një moment aq i madh emocioni, kur ti sapo ke kaluar një dallgë emocionale shumë të madhe, sa i prajm për mua ka qenë shumë i vështirë dhe e kam kërkuar me ditë të tëra që të takoja vllajin, dhe më në fund më del vllai para. Edhe ishte një moment emocioni aq i madh, po, sa që ti je komplet e humbur. Po, kjo gjë më tej të komentohet, të çohet në ato lloj degradimesh që u çua, është vërtet për të ardhur keq, por unë jam shumë e qetë nga ana ime se mendoj që sqarimin e dur e kam bërë dhe ai person nuk mund të, jo vetëm ai person që e bëri sulmin kundrejt meje, po nuk mundesh kurrë të lartësosh veten tënde duke ulur dikë tjetër, qoftë në lojë, qoftë në jetë. Plus marrëdhëniet janë personale, askush nuk i di se si janë marrëdhëniet e tua me vllajën dhe nuk mund të gjykoj dikush nga jashtë. Pa e ditur se si është e vërteta. Gjithsesi, në këtë pikë të lojës, le të themi tani e jashtë, më e ftohtë ishe të gjitha. Kush mendon që ka ose më saktë është më reali dhe kush mendon që është falso, kokë kamp? Shiko, ka njerëz që bëjnë lojë, se mendoj që publiku jashtë, ëmës e ti e lojtare, perceptojnë si fyerje. Po, në fund të ditës në këto reality show nuk është fyerje me thënë drejtë. Po, të je lojtar i mirë është vërtet një plus për dikë që ka hyrë brenda me qëllimin për të shkuar në finale, për të fituar. 15 qershor është finale, kë sheti si finalist? Unë shoh Saren,
shoh Ilirin, shoh Mozën, Zhaku? ka disa, jo, nuk e shikoj Zhakun si finaliste. Kush e fiton? Duke qenë jashtë dhe duke parë perceptimin e publikut, po e shoh se sa dashuri të madhe është duke marrë Moza, kështu që duke u nisur nga kjo gjë, mendoj që publiku ka për ta, nuk mendoj që do ndryshoj diçka tek publiku në 2 javët e fundit, se aq 2 javë kanë ngelur. E merituar apo jo thua dashuria e publikut për Mozën? Unë ja kam thënë dhe Mozës brenda që e kam Xhan. Normalisht është ndryshe bashkëjetesa sepse ti në bashkëjetesë kapesh me mamin, me vllajin, me njerëzit e tu dhe do kesh lloj-lloj debatesh. Po tani kjo është qëndrimi im, se unë përpos 2-3 personazheve brenda që kam pasur ato shumë ulje dhe asnjë ngritje, çdo person ka pasur ato gjërat e veta pozitive që përgjatë qëndrimit tim i kam vlerësuar shumë. Edhe Moza ka shumë gjëra në karakterin e vet që janë vërtet për t'u vlerësuar. Pastaj, siç e thash, normalisht kishim ato debatet tona ne të dyja siç kam pasur me shumë njerëz të tjerë. Vanessa, tani Vera po vjen para, ti je një artiste e re dhe ne duam të dim përveç këngës me Jonidën. Dhe Kubën. Dhe Kubën. Projekte të tjera? Si do jetë kjo Verë për Vanessa? Projekti që do lançohet shumë shpejt është me Adionin. Është një këngë që kemi bërë brenda në ferm. Edhe është e përfunduar, tani po bëjmë klipin. A do jetë Ola në klip? A do qëroni në malësi? Ola është e një tjetër, A do jetë Ola me një sniper? Kështu që ne të urojmë shumë suksese. Shumë faleminderit që ishe këtu me ne sot. Shumë faleminderit që je sinqert. Ishte një kënaqësi që do të kishim të dëgjonim komplet anën tënde të historisë. Ndoshta atë më të sinqertën besoj. Faleminderit shumë juve që më dhat mundësinë edhe platformën që unë ta them. Dhe njerëz duhet të kuptoni se sa e chiltër dhe sa e qeshur është kjo vajzë. Realisht. Edhe pas kamerave, jo vetëm në kamerë. Jo vetëm në kamera, vërtet. Besoj që reflektohet dhe ti ke treguar një shembull të mirë që të dashurosh. Ndoshta mund të tjerët të lëndojnë, po ti kur nuk humbet nga vetja. Ti thjesht tregon veten tënde, kështu që dashuroni njerëz se nuk është asnjë si gjë e gabuar. Ara me paçin ato që nuk na i me këtë shprehje gjithsesi, ju mos harroni na bëni subscribe në kanalin ton të YouTube-it në Andale dhe follow në gjitha rrjetet tona sociale. Ne do të shihemi përsëri të martën. Po, të martën për live-in, po show kryesore dini gjithmonë Friday night. Të premte në orën 8. Deri atëherë, mirupafshim. Pafshim. Andale.